Më 21 janar 2026, salla e gjykatës në Prizren u mbush me tension dhe pritje për të zbardhur historinë e një prone në Ortakoll për të cilën dolën dy blerës. Fahim Hoti pretendon se e ka blerë tokën në 1999 nga ish-drejtori i gjeodezisë atko Kadriu Kimeri, pasi i kishte prezantuar një kontratë me nënshkrimin e serbit Zoran Garic. Derisa pas vitit 2000, pretendimet e palës tjetër janë që serbi Zoran Garic ja kishte shitur pronën e tij vetëm një personi, Adem Nrecaj, i cili që ndërmjetësues për Angel Çollakun. Ky i fundit kishte rrëfyer për Kiks Kosova gjithë historinë më 8 maj 2025 dhe është në pritje të një vendimi të drejtë. Pas shumë vitesh, mosmarrveshjesh dhe pretendimesh të kundërta nga Fahim Hoti dhe Angel Çollaku, ekspertët e grafologjisë dhe vlerësimit të pronës ulën përpara trupit gjykues për dhënë sqarimet e tyre për dokumentet dhe vlerën reale të parcelës dhe objektit të ndërtuar mbi të. Në fokus ishin disa pyetje që rënduan ndër vite mendimet e palëve. U falsifikua nënshkrimi serbit, çfarë vlere kishte parcela, si dhe vlerësimi për investimet që u bën pastaj nga shfrytëzuesi i pronës Fahim Hoti. Ekspertiza e grafologut Sedat Krasniqi e dorëzuar fillimisht më 26 dhjetor 2023 dhe e konfirmuar gjatë seancës së fundit solli qartësi mbi autenticitetin e nënshkrimeve dhe dokumenteve që kanë ndezur konfliktin midis Fahim Hotit dhe Zoran Garic. Sipas vlerësimit të grafologut, nënshkrimi i Zoran Garic ka qenë imituar në dokumentin që Fahim Hotit ja kishte dhënë Kadriu Kimeri kur ja kishte shtitur tokën. Ndërkohë ekspertiza vlerësuese e përpiluar më 1 shtator 2023 dhe e plotësuar më 18 nëntor 2025 tregoi për herë të parë një panoramë të detajuar të vlerës reale të pronës. Sipas ekspertit, vlera e tokës për vitin 2023 arrin 67.000 euro, ndërsa objekti ndërtuar mbi të, duke përfshirë bodrumin, katin përdhes dhe katin e parë me nënkulm dhe 2 balkone, ka vlerën prej 73.602 euro. Derisa kati dhe nënkulmi me 2 balkone, investime këto që shfrytëzuesi aktual i pronës i kishte bërë Fahim Hoti, kapin vlerën 48.024 euro. Rezultatet tani më tregojnë se investimi në objekt është më i madh se vlera fillestare e parcelës, duke e bërë pronën jo vetëm një parcel toke, por një aset të rëndësishëm ekonomik. Seanca e 21 janarit ishte përfundimtarja. Për këtë kontekst gjyqësor, pritet aktgjykimi i gjykatës themelore në Prizren. Për më shumë se 20 vite, 2 familje kërkojnë vërtetësinë e kësaj prone, e cila ndikon sikurse në njërin palë dhe në tjetrën.